Ju keni marrë pjesë në takimet e Asamblesë Parlamentare të Partisë Popullore Europiane, me cilët keni ndarë disa shqetësime që opozita sot i ngre vazhdimisht. Për çfarë bëhet fjalë? Opozita është një lëvizje dy planche. Në takime me qytetarët, për dëgjuar drejt për drejt problemet e tyre dhe për t'i përkthyer ato në veprim opozitar, në takime me faktorin ndërkombëtar, në veçanti me institucionet europiane, për të shprehur gjendjen aktuale të vendit, shqetësimet tona për demokracinë, për gjendjen ekonomike dhe shoqërore dhe për të marrë përkrahjen e Bashkimit Evropian, të institucioneve të Bashkimit Evropian, të partive tona si motra për veprimin opozitar. Prej më shumë se 6 muajsh, qeveria sistematikisht po asgjëson çdo hapësirë institucionale ku opozita dhe shumica të bëjnë debat, të bëjnë transparencë para qytetarëve shqiptar për çfarë po ndodh në Shqipëri. Kjo është arsyeja pse opozita shqiptare, Partia Demokratike, unë personalisht jemi drejtuar drejt për drejt qytetarëve shqiptar. Problemet e tyre, shqetësimet e tyre, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me situatën e rënduar ekonomike në vend, me rritjen e palajmëruar të çmimit të energjisë dhe taksave për vitin e ardhshëm, me dhunën dhe palishmërinë qeveritare në raport me pronën dhe jetën e qytetarëve, me instalimin në vend të një shteti policor i cili vepron kundër rregullave të shtetit ligjor, pra të ligjeve dhe të kushtetutës vendit, këto shqetësime që i marrim drejt për drejt nga qytetarët shqiptar, me raste konkrete, të evidentuar me fakte të pakundërshtueshme. Këto janë dhe shqetësimet që po paraqesim këtu në Bruksel, pranë institucioneve europiane, pranë partive si motra, ku po gjejmë jo vetëm interesimin e tyre, jo vetëm shqetësimin e thellë për situatën në Shqipëri, por dhe përkrahjen e plot për aksionin opozitar. Komisioni Evropian ka thënë si mesazh kryesor që duhet të rivendoset dialogu politik i qëndrueshëm dhe konstruktiv midis mazhorancës dhe opozitës në Shqipëri. Parlamenti nga ana e tij është i gatshëm për të ndërmjetësuar një marrëveshje midis mazhorancës dhe opozitës. A mendoni ju që propozimet aktuale të mazhorancës janë të mjaftueshme që ju të rikthehemi në kuvend? Mazhoranca po bën gjithçka për ta shmangur përgjegjësinë dhe për të mos trajtuar thelbin e problemit. Problemi është që kjo shumicë nuk dëgjon. Arsyeja kryesore sepse vendi është zhytur në këtë situatë ekonomike, në këtë situatë politike, është sepse qeveria shpërfill zërin e qytetarëve, shpërfill zërin e opozitës, shpërfill institucionet dhe mundohet t'i kap ato t'i vërë nën zotrimin e saj të paligjshëm. Ky është një shqetësim i jashtëzakonshëm për ne, është një shqetësim i madh edhe për Bashkimin Evropian, edhe për partnerët tanë dhe për gjithë bashkëbiseduesit që unë kam takuar dhe vazhdoj të takoj këtu në Bruksel. Bashkë me shqetësimin ton të thellë për situatën në vend, kemi gjetur dhe mirë kuptimin dhe mbështetjen e partnerëve tanë, të institucioneve europiane, partive tona si motra, të Partisë Popullore Europiane.